Përshëndetje të nderuar miq të YouTube-it të Elisës. Sot kam udhëtuar në një qytet shumë të mrekullueshëm, siç është ai i Çorovodës ose i njohur ndryshe Skrapari, aty ku rakia bëhet lum edhe mishi shtrohet për 7 palçefi, siç duam ne shqiptarët. Por jo më kot kam ardhur sot sepse më ka tërhequr një njeri shumë special. E kam ndjekur nëpërmjet rrjeteve sociale për herë të parë dhe menjëherë kam pasur dëshirën për ta intervistuar. Erdhi koha dhe momenti të jem me një ndër zonjat më të klikura për momentin dhe më të ndjekura në rrjetet sociale, siç është zonja Adriana Mustafaraj. Përshëndetje. Kënaqësi për mua. Jam shumë e lumtur që sot jam përballë teje dhe je le të them e mrekullueshme fiks siç je dhe në rrjetet sociale. E bukur dhe mbi të gjitha është dhe shumë e ëmbël, është shumë sweet. Faleminderit shumë. Mirë se keni ardhur. Shpresoj të kalojmë bukur. Nuk e vë në dyshim. Jeni vajzë skrapalie i thoni apo skrapallie? Si i thon këtu? Skraparase. Skraparase? Po. Vërtet? Po. Wow, nuk e di. Ka ndryshuar. Vërtet? Po. Keni lindur këtu? Po. Këtu kam lindur, këtu jam rritur. Deri në moshën 44 vjeçë kam qenë këtu, pastaj kalova në Tiranë, më mbrapa jashtë shtetit. Duhet më flasin, duhet të rrim pak te fëmijëria. Po. Si ka qenë fëmijëria jote? Si e kujton? Shumë e bukur, pavarësisht të gjitha gjërave që mund të mos ishin tamam ashtu siç mund t'i dojë një fëmijë, po unë nuk e di, unë nuk jam e mërzitur ose nuk më shqetëson fakti që kam atë fëmijëri. Që e vogël, kështu e brisht, e holl, shëndet ligë, si të thuash. Kur kam filluar klasën e parë, mbaj mend, kam qenë nxënëse mirë, me thënë të drejtën. Ekselente, a? Nuk e them dot atë ashtu, po nxënëse mirë. Edhe kujtoj gjithmonë që e tërë klasa jonë ishte me nxënës të shkëlqyer. Dhe kur vite fundi i shkollës, do të zgjidhte një në çdo klasë për mbrëmjen e vitit të ri. Dhe aty ziheshin mësuesat që të çojmë e të mos çojmë. Një herë në vit duhet të vinje, edhe mua më ka rënë rasti në klasën e tretë. Nxënës kemi qenë të shkëlqyer. Në klasën e parë mbaj mend mësuesja ime e parë, Katjushka Ganiu, sa e bukur, sa e ëmbël, buzëqeshjen e saj e kam të fiksuar. Më ka mësuar një vjersh, dhe nuk e di akoma pse më zgjodhi mua. E mban mend? Po! Do të recitosh? Po! Ktheva në shtëpi, një ditë mami për që di, më tha, eja Biezo, laj doçka to. Unë i thash, mami, jo, nuk janë doçka më këto, nuk janë doçka, po janë duar, janë qelik për të punuar. Sa bukur! U bënte një podium në rastin e festave. Dhe unë nga që isha e vogël, më vinin një stol që hipja në stol që mu dukte koka. Kemi pasur dhe ne kështu kur ishim fëmijë të vegjël që i vinin diçka për të dukur më të gjatë nga të tjerët. E mbaj mend shumë, domethënë kam qenë e përkëdhelur që në fillim të edhe nga prindrit besoj. Patjetër, babi mua për shembull e vogla ke qenë apo jo? Jo, ne jemi 8 fëmijë. Qoftë që të shëndosh. 8 fëmijë, 5 goca edhe 3 çuna, një motër nuk e kam, më ka ikur. Më vjen shumë keq. 36 vjeç, jam shumë e shpejtë. Do të flasësh? Përmalluar për atë. Jo, më mbrapa. Kam bërë lam tek pjesa te babi, që na përkëdhelte edhe mua dhe motrën tjetër, ajo që nuk është më tani. Na thoshte zogolle. Babi im ka qenë mësues. Në përfshatrat e Skraparit, domethënë gjithë rrethin e Skraparit ka qenë në çdo fshat mësues. Dhe është shumë interesante, kujtoj gjithmonë kur binte shi, ne dritarët e shtëpisë ishin në formë tjetër, se tani janë bërë ndryshe. Edhe mamaja gjithmonë na thoshte që mos rrini afër dritares. Ne rrinim ke dritarja
edhe shikonim nga rruga që duhet të vinte babi. Babi im, sa herë që vinte u kthente nga puna, merrte një dru, si të thuash, e priste një dru në pyll, edhe e mbante, e silte gjithmonë në shtëpi, e silte një dru, e mbaj mend që mbante një peshqir me vete, merrte këmish, nga që u ndërronte rrugës se u djersiste. Kishe shumë lidhur me babin, no? Patjetër, të gjithë, domethënë. Thonë që vajzat gjithmonë, është kjo? Po unë kam qenë një çik kështu si nga që isha shëndetlige kështu edhe më përkëdhelura kam qenë. Sa më kam përkëdhelur, sa kam përkëdhelur vetë. Për kështu, lozonjare. Edhe i thoshim gjithmonë atje kur binte shiu, vinin te dritarja javë dhe dritare se shkruanim atje babi, edhe një motra tjetër atje. Edhe kur vetëtinte dhe gjimonte, na thoshte mamaja, thoni mjalt edhe qumësht. Mjalt e qumësh. Mjalt edhe qumësh. Mjalt e qumësh. Edhe kam që atëre e mbaj mend. Sa e që gjemon, edhe tani themuna, mjalt e qumësh. Sa interesante, kjo shumë interesante. Babi vinte kur kthente nga shkolla, çanta ishte plot me tufa manushaqesh. Ja çonin nxënësit. I mirjet manushaqe. I fusja ja nëpër kabanoze. Prandaj, pra ja edhe kap edhe pak këto pjesën të melur sa bukur që ka bërë në shtëpi. E bëj gjithmonë. Se na ka mirëpritur edhe në shtëpinë e saj, se harron ta thosh këtë detaj, por gjithsesi kjo është intervistë, çfarë nuk do flasin këtu, kështu sa bukur. Shikoj sa bukur, prandaj pas ke marrë nga babai, e kam. I fusja këto manushaqet dhe mund të rinin 2-3 ditë pa u vishkur fare. Motrat e mia u martuan, gjitha punët e shtëpisë dhe hallet, si të thuash, aran ndihmua dhe motrën tjetër, mamaja në punë, babi në punë. Tashin ditë neve për detyrë të mbanin shtëpinë. Live, shi, pastrohe, këros, i kemi këto nëse... I kemi, në shqiptarët nuk i lëmton. Jemi më sydet për këtë punë, dhe me thënë... Jemi një koqira, atë që e kemi. Është e vërtet, është qoftë fatkeqësi, qoftë fatmirësi për dhe një person si puna ime, që unë jam e fantaksur. Jam shumë... Vërtet? Po. Dhe me mua këta më thënë... Një fan fakt. E që më tha dje, do t'a tregoj këtë, nuk do t'a mbaj. Më tha dje, kur po e telefonoja që do vija për intervista, do më lësh tani tha se do filloj, tha do merremi pak me sistemimin e shtëpisë. Do me thënë ja, shikon sa fiksuar. Ja, po ja, kisha dhe ka bërë kaq bukur, kaq pastër, ka një aromë mirë, lëre vetë sa aromë mirë që vjen, lëre, nuk po flas më fare. Edhe këto të betohem, janë realisht të vërteta, jo komplimenta që janë kështu naër, se unë nuk i bëj. Jam në natyrë, që nuk i bëj kollaj. Nuk i dua se e ke parasysh mua çdo fjalë po s'më depërtoj. E vërtet. Nuk e dua. Po, duhet, më thënë, ta ndjesh përpara se ta shprehësh. Po s'më depërtoj poshtë, nuk ka. Pastaj kaluam në gjimnaz, edhe në gjimnaz kam qenë nxënëse mirë, sidomos në letërsi. Po dukesh, edhe je shumë oratore. Në letërsi kam qenë nxënëse mirë, mbaj mend gjithashtu që edhe kur kisha mbaruar gjimnazin, kalabajt e lagjes vinin edhe më kërkonin të bëj një hartime. Vërtet? Po, është vërtet, shumë biles. Edhe për shumë vjet e kam bërë. Pastaj profesionin, do të paka shumë zanatin që në Telekom kam qenë, centraliste fillimisht, pastaj nga 91, 92 deri në 97 nga ke qenë në komunikim, prandaj, marrëdhënie direkte me publikun. Marrëdhënie direkte me publikun. Si është ta njohësh nëpërmjet telefonit? Një person? Ha? E para është që të godet është zëri. Pastaj është mënyra se si flet, çfarë fjalësh nxjerr, domethënë edukatën, kulturën që ti ke. Edhe të ka ndodhur ndonjëherë të njohësh një person edhe në jetën personale, në punën që keni bërë, edhe në jetën personale të ka dalë dikush tjetër apo është i njëjti? Mundesh të na tregosh? Nuk del asnjëherë ashtu siç e ndërton ti, imagjinon, e përfituron, po? Mund të jetë shumë herë më i mirë, por mund të jetë edhe pak më ndryshe nga ajo që ti e ke. Zëri në fakt në telefon, shumë personave ju del i ëmbël, i bukur, dhe ndepërton zëri, ikën, e merr personi tjetër atë dhe krijon atë figurën, portretin e personit në anën tjetër, po jo gjithmonë del e njëjta pamje, si të thonë. Je vërnusa? Ja. Jo? Ja. Ta bëra pyetje kështu drejt për drejt? Ja. Erdhi
ashtu siç unë e donja, me thënë të drejtë. Unë do them një shprehje edhe le të tingëlloj si të doj. Jo, ke parasysh e kemi ne shqiptarët të ose popullor që farë dhe kocaqe dhe bish për pjetë. Dhe si kocaqe? Dhe kocaqe dhe bish për pjetë. Ua, po kam bërë, ç'do të thon kocaqe? Se unë kam emrin kocaqi. Kocaqi do të thotë që ti ke një diçka mangu. Ua! E për kam mirë babim që thotë kur gjithë dhekin këtej ti Elisa shkon këtej do t'i kom vetëm. Po e pas kam duke t'i që mangu. Mund të ketë mangësi për shembull fizike, mendore, shpirtërore. Do të thënë është në kompleks. Edhe unë kam pasur fatin për shembull që mua më të mos nuk është mirë që të flasë. Jo, absolutisht. Më pikasnin persona që ishin shumë të mirë, më të mirë se mua. E kupton? Kjo më bënte që besueshmëria ime ka shi këtyre personave të mos merresh me konsiderat. Të ka pëlqyer më shumë ke qenë një të themi një zonjë, një grua e pavarur, Po. Edhe prandaj kjo të ka pëlqyer më tepër. Edhe nuk e përshtat dhe kjo është normale. Është okej, është shumë okej. Sepse unë shikoj që në Shqipëri, domethënë, do të e them shpesh herë, ka një zakon të tmerrshëm që thonë, vajti një moshë, vazhdon akoma, duhet martohesh, po martohu do të bësh fëmijë. E kupton këtë problem, po ta tregoj dhe unë, kam dhe unë, të më thonë gjatë gjithë kohës, pyetja, një ndër pyetjet që mua më jep realisht bezdi është kur do bësh fëmijë, kur do bësh fëmijë, kur do bësh fëmijë. Kushtova familjes. Mora përgjegjësi, domethënë, një vajzë 14-15 vjeçe të marri përgjegjësi familjare. Dhe unë kam qenë shumë e dhënë mbas shtëpisë. Unë hyra në punë, në 80 vjetën, kam 79 mbarova gjimnazin, në 8 vjetën ka filluar punë në Telekom, aty rrogën e parë unë kam bler mbulesa për divanët. Sa bukur. Rrogën e dytë kam bler copë për perde, për shtëpinë, e kupton? Dhe rrogën e tretë kam bler një stofë që kam bërë një pauto. Sa mirë. Do më thonë, ka qenë primare shtëpia ime, familja ime, mirëmbajtja e shtëpisë dhe të gjithë personave të familjes time. Kam qenë duhet personi i duhur që ty të nxjerrë në pa vlerat, aftësinë, zotësinë që ti ke në atë punë. Deri në një moment, pa më ardhur mua në Telekom, si drejtor dhe inxhinier, një shoku im i klasës në gjimnaz, dhe që është, besoj se është figurë publike tashmë, Muç Nano, vetëm ai bëri që shoqet e mia, drejtoria, gjithë puna të kuptonte që kush ishte aftësia dhe zotësia ime në atë punë, sepse pasioni që unë kam pasur për atë punë ka qenë jashtëzakonshëm. Nuk ka kënaqësi më të madhe që ti të ndihmosh personat, qoftë në hall, qoftë në gëzime. Dhe këtu kanë fjalën për shembull. Jam shumë e lumtur kur kujtoj sa goca dhe çuna kam lidhur që dashuroheshin. Sa bukur. Po. Sa persona. Që janë pjesë e historive. Unë i njoh të gjithë. I kam dëgjuar, i kam ndihmuar. Këto histori të bukur dashurie, më të bukurën, që ti ke qenë pjesë, që ti ke qenë dëshmitare dhe atë kanë ftuar ata ndasën. Jo, ashtu deri ndasën. Jo deri ndasën? Deri këtu shkonte limiti im. Domethënë që unë ti ndihmoja. Puna është punë. Ata të flisnin. Se nuk ka qenë vetëm punë, ka qenë edhe pak njerëzore. Po, ishte pasion. Ishte dashuri për punën, edhe për njerëzit. Po, edhe për njerëzit. Dhe për shumë vite, një rast që mbaj mend, vinte ditë për ditë në gabin, kërkonte një djalin e vet, e kishte në Francë. Dhe mbas shumë vitesh e kemi gjetur. Ua, sa lajm i bukur. Po, e gjetëm. Ishte gjallë pak? Po. Kjo është lajmi më i foli edhe biseda e babait, duke qarë burrë, duke qarë o Ardrian, o Ardian e kishte me lajçuni. Po ku je mor bie? Ai shkrete.
A e di, tha që nëna jote ka 6 muaj që nuk e ngre kokën nga jasteku. O, zote Me dhimbshme. ndo aty, qaj ai, qaj unë, gjithë ato që ishin gabim duke qarë. Do më thënë ka shumë raste nga këto. Të që më ka ngelur në memorie është viti 99, kur erdhën Kosovarët. Ka qënë një skenë shumë e dhimbshme, u mbush gjithë gabina aty me Kosovarë, sa qanin, sa ullërinin, fëmi, nëna, që të them, kam qenë në gabim duke ju marrë numrat që kërkonin pjesën tjetër të familjarëve se ishin të shpërndarë dhe nuk dinin se ku kishin përfunduar, ishin gjalla po ku ishin, donin të mësonin për familjarët e tyre. Ftohtë ishte. Aty afër kishim një lokal, neve dhe i them unë kamarierit. Numërojnë që këto personat të gjithë sa janë dhe bëju të gjithë na një kafe, na një çaj, çfarë duan të ngrohin barkun se ju ka ikur shpirti. Kosovarët u hodhën kështu çaj e ti, aman, te ty kemi shpresa, te ti do na i gjesh fëmijët, ti do na i gjesh njerëzit. Më ka qenë një skenë shumë e dhimbshme edhe kjo e kosovarëve. Ka marrë 7 persona atëre në shtëpi që i kemi mbajtur. Ka qenë shumë interesante, i kemi mbajtur nuk e di sa muaj, pastaj dolën në shtëpi më vete, ato morën një shtëpi drejt, kur po mbaronte lufta dhe gjërat po bëshin qik më të lehta, morën një shtëpi këtu me qira në Qorovod dhe dua t'i përshëndes se kam shumë kohë që nuk i kam përshëndetur. Ishin shumë të mirë, i dua shumë, më ka marrë malli dhe nuk e di nëse do t'ju kujtohem ndonjëherë dhe do ta dëgjojnë këtë intervistën, inshallah Perëndim të kontaktojnë. Do më pëlqente shumë. 86-ën, unë nuk e di a ekziston tashmë në Shqipëri lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve në Tiranë? Nuk jam me saktë, por di që më përpara ka qenë dhe bile s'kishte edhe në përreth lidhje të shkrimtarëve dhe artistëve dhe në rrethin tim, në domethënë Skrapar, isha dhe unë një antare e rrethit. Një ditë na vjen për takim Kadri Roshi dhe Pirro Naçe. Nuk e di se isha unë ajo që i thash, a mund të vish në shtëpinë time? Dhe ai pranoi me njëherë dhe kanë ardhur në shtëpi. Mendoti tani në 86-ën, gjendja e familjes si mund të jetë, një familje me shumë persona, mishin e racion, një kile mish na imnin atëre. E nese, erdha unë, i thash këtyre këshu, do ta marrë ditëro ato Kadri Roshin edhe Pirro Naçen edhe bëni tani drekën. Mamaja kishte bërë një byrek me hithra. Me pak mundësi, ato 2 thela mishi atyre neve, vetëm burrat ulën, ky vllai, babi, edhe ata të 2. Iku ajo tha, po Pirro tha, Kadriu, mirë neza që hengrëm, tha, po ju për vete tuaj, tha, çfarë keni gatuar? Edhe i tha mamaja, kam bërë një lakror me hithra, i tha, silla më këtu, i tha. Edhe mori e solli mamaja si që ishte në tepsit, a e dizi ish futur, sa i ka pëlqyer. Domethënë, aty del thjeshtësia e atij personi, atij artisti të madh. Kalamajt të terë këtu të lagjes, që shikonin se kishin shumë qef atëre kur vinte ndonjë kështu nga këta të mëdhenj. Iku dhe kjo shumë vite më vonë, pastaj babi në kohën që ishte mësues në përfshatra, mlodhi të gjitha këngët popullore të rrethit dhe botoi një libër. Këngët popullore të rrethit Skraparit dhe librin erdhi as. E ke librin? Po kopje s'kam. Jam shumë e mërdita. Sa për t'i bërë? Jo, nuk ka. Para, e ke kërkuar apo nuk gjendet askund? Si s'ka, unë e kam gjetur në Amerikë atë në bibliotekën Ermi dhe e ka dhe këtu në parathënie që Musa Vushka ka thënë, që nuk ka çdo krahi nga një Neim Mustafaraj. Domethënë, se cili rreth të kishte këngët e veta, të mbledhura dhe të shkruara në libra.
Sarushka. Tjetër, kush është një tjetër që, një prapë dhe ai Viktor Bakillari, nuk e di, enciklopedist më duket sikur është, punë blete, do me thënë për veprat e babit. Një tjetër, njeriu që nuk ka kohë të lodhet, do me thënë janë këta artikuj që shkruajnë për babin. Do me thënë, më mbrapa pastaj ka ardhur për promovimin e librit Dritëroja Golli. Alipo Drimja. Shaban Sinani. Ajo ka qenë një darkë, po. Ke parasysh ta burrat rrinin me ata. Këta e tregoj shumë bukur. Plus që edhe Shaban Sinani vete ka shkruar në një libër, në librin e tij. Gjithë atë që përjetuan këtu, domethënë babi atëherë nuk ishte ndërruar jetë, me thënë të drejtën, por djemt çunat e kanë dhe e kujtojnë gjithmonë atë rast se është një ka ardhur Gjeva Ismail, sa harrova. Gjeva Ismail ka ardhur 2-3 herë. E kemi dhe nga Skrapari atë. Po ta bëjmë ndonjë kafe, të bëjmë tash. Patjetër. Këtë e ka shkruar vllai im, Zot dekoje këtë shtëpi dhe kush hyn në të. Kameraman. Ja të pasur. Na mirë që poshtë gjela. Jo, po na bën video. Shumë bukur. Vllai im ka bërë këtë pikturë në një konkurs kombëtar në Tiranë që është zhvilluar dhe ka fituar çmimin e dytë. Wow, bravo. Edhe kjo është ndarja e Shqipërisë, është një gojë e madhe që kanë coptuar Shqipërinë në 1913. Ua, çfarë do të thonë? Një pse do të pyesja çfarë është 1913? Po kjo këtu? Këto janë shtëpitë e lagjes ato poshtë kanë qenë më parë. Shumë të bukura, ajo është vërtet. Një gocë e vogël Magdalena austriake, kur vllai im ishte në Austri, te familja që ka Ej, po këto të bukur, ato detajet këtu, i ke mbledhur sa të lezetshme që janë, i ke marrë në përvende të ndryshme, besoj, kur ke kuptuar, Po. Ndërsa këtu është babushja, babolja. Tema kur u ktheva nga Amerika, nga shtetit, ma dha një amerikane këtë. Ke jetuar në Amerikë, tani do fillojmë të flasim. Prandaj flet gjithmonë anglisht. Nuk flas muzikë fare anglisht. Tani filmohet pas sash. Nga fshati që jemi. Ua, sa kohë kisha realisht pa ardhur në shtëpi, domethënë kaq tradicionale, më filmoj si kameraman. Ja. Ço si qoftë që jam. Marrim ato kafe dhe sheqeri. Po, kafe dhe sheqeri. Se me ato bëhet e shkreta kafe. Urdhro. Bërë vecë, kështu e kam unë. Ti nga Skrapari, miku të dhonë bëhet kafe. Që do mos unë. Po kështu ka lezet. Tamam, mikpritje, super e thjesht. Do ta pi në filxhan të vegjël, siç e kam pirë me nënën time, me gjyshen time, për kokër të qefit bashkë me ty. Që mos ka nëjë qikë pluhur në një unë, kafe dane kur thonë. Aha. Si e fiti... Disa e bëjnë, të mesme, disa e bëjnë kështu, e hedhin pa të nërpre, e hedhin njëra aty, do me thëmë. Kurse ti filxhan? E ke parë e bëjnë disa, për zotin pa, unë e jo, unë e bëjnë kështu si gjatë, do të shikoj ty, unë e bëjnë kështu si që bën ti. Unë e... Kafe? Po. Po bëjmë një kafe dhe tani ndërkohë unë do ta pyes. Tani problemi është se unë e pi, unë e pi me shumë sheqer. Po bëhe me shumë sheqer, po me sheqer ta pi dhe unë, më sheqer nga çdo vepe më. Po mos të bëkesh ti po mirë. Jo, me se më mbëlson më shumë. Unë tani doja thash, e di pse thash ta pi kështu me pak sheqer, të bësh ai çik më i thot, po s'bëhem dot. Me shumë sheqer. Tani pyetja ime është, me kë e pi kafen Dana në kohën më të madhe të ditës, apo pije kakao, nuk pije kafe? Unë nuk pi kafe, me thënë të drejtën. Shumë rrallë mund të pi. E kam thënë dhe në një video që aroma e kafes më pëlqen, qoftë kur e ndjej në shtëpinë time, qoftë edhe në lagje, më pëlqen, por që të jem me kafes, të pi unë kafe ditë për ditë. Po si bën kështu këto llavet pa kafe, se pa kafe unë nuk bëj dot llafe. Jo, mas më ke për ashtu. Ti thesha se do ta bëj unë, apo tani manget se mua, po tash ti shoqë nuk i ke këtu, a? Jo. Po si ja bën për kafe? Apo vetëm këtu me vllajin, me... Më po vetëm kur më teket.
Po mirë, edhe mirë është ti të kesh një shoqe që ta pishe, të bësh dhe muhabet. Më trego pak për jetën tënde në Amerikë, sa të na bëhet kafja. Sa vite ke jetuar atje? 16 vjet. 16 vjet. Pra you speak very well English. No, hiç fare. Kam qenë në shtëpi, mbanja shtëpinë, edhe kam rritur dhe fëmijët e motrës, ju kam mësuar atyre. Ke punuar fare ato vite? Jo. Do të pyesja për eksperiencën se ka qenë puna në Amerikë me atë në Shqipëri, po jo. Jo. Ke qenë më shumë, ta themi, ke mbajtur fëmijët babysitter, ta quajmë, edhe punë. Moj, po unë i kisha shpirt e xhana ata u vdes për ata dy që kam rritur. A vina ka me pushime, vin? Vin tani ndaj të thash që të më kishit ardhur atëre, po. Vërtet? Motra marton gocën, është ajo motra. Hajde, do e tutni mirë, do kënaqeni sa lezet ka. Është motra që nuk e kam, goca e madhe e saj, motra mi ka lënë gocat njërën të madhe 7 vjeçë. Ju ka juve sa mirë, ju ka juve, është ka më mirë. Faleminderit Zotit që na i ka ruajtur atë marrëdhënien. Tizja është nënë e dytë. Është po, merita është edhe personit babait të gocave se që se kemi dëgjuar e qërë... Kafja! E ka të momentin, ishte fantastik, ishte fantastik. Ajo është gjë me bukur, unë dua ta leja të të lutem. Ishte, unë këto të talën, nuk e pres. Isa tje, po, ka gjë. Do ta bet. O, sa e mire, unë bërë si ti fix. Si e kalon ditën? Më thuaj që nga mëngjezi deri në darkë, qa bën Dana që? Me thonë të drejtën, mund të më dalë gjumi herët, mendimet shkojnë e vinë në trut e kokës kur thonë, për njerës që si kemi, ata që kemi largë, por edhe për ata që kemi afër, duam të kujtojmë aty, rri në krevat, dhe në ora varet në fakt, si t'jetë, 10 njerë të vdekur. Deri në 10 të mëngjesit, pastaj, ngrihesh ha mëngjesin, konsumon mëngjesin. Atë të besohet që kur e shikoj lavamani që është plot me enë nga darka, ne marrim edhe qumësht edhe bëjmë djathtin e bën vetë. O sa mirë. Po. Djathtin e bën vetë, edhe mbushet aty me tenxhere e me kusie, bidona. Të zëku ka fare, po. Po jam mësuar, që e do të them që bëj ato njërë. Mjetësh njërë me sistemimin, me pastrimin. Po se bera, nuk është mirë që të thua qarë ha, po vezën do të them se kam të kulave të mija. Vezë shumë e mirë. 2 kokra vezë të zjera pak, me qikrip. Me qikrigoni, vend qikrigoni? Rigoni jo. Unë e du rigoni. Mirë është ajo. E hap në bukë, aq më shijon për bukë, pastaj edhe në një gjë tjetër, sigurisht se tani normale, pak kos, pak djathë dhe perime këto. Mirë ashtu. Është normale. Ndërkohë vjen dreka, edhe drekën, pastaj vetë shtrihen prapë. Edhe kam një lojë që kam, domethënë e luaj atë edhe në Amerikë kur isha. Në telefon? Në telefon. O sa mirë. Edhe kur erdha prapë këtu nga që mu fikë ajo, e kam filluar prapë, edhe kam 2 vjet që luaj me atë. Pastaj prapë një lojë tjetër me krijimin e gjetjen e fjalëve. E kam edhe atë. Domethënë më ikën mbasditja, dhe në ora 6 e ca, atëherë ngrihem, edhe shikoj një telenovelë. E ke i telenovelë që shikon? Çfarë telenovela shikon? Turke? 2. Po turke ato e kanë marrë. Kur isha në Amerikë, unë shikoja telenovelat meksikane. Unë jam rritur me ato telenovela. Ato më pëlqenin shumë, edhe sikur i kuptonja domethënë të gjitha ato. Me thonë të vërtetën turpe është të thuash, po mund të kem ca vite që nuk lexoj libra konkret, kështu se për në YouTube gjej gjithçka. Si e gjetë veten në rrjetet sociale? Tani dua të filloj që të flasim pak për rrjetet sociale. Si e gjetë veten? Shikoj. Unë kisha Facebook. Po. Në fakt, edhe Instagramin e kisha hapur që kur isha në andej, por nuk e kisha përdorur çuditërisht. Në Facebook shikoj një komentu të 2 shoqeve që unë kisha muhabet me to. Edhe nuk e di, më ngacmoi një koment i atill
që kjo me të vërtetë është kështu, thoshte njëra dhe tjetra thoshte, jo nuk është ashtu siç duket, siç tregohet me dheve. Dhe ishte fjala për mirënjohje dhe mos mirënjohëse. Ti më njeh mua direkt dhe shkon e pyet një tjetër, ndërkohë që unë ty të kam ndihmuar dhe më vjen turp ta them tani, por ka qenë një periudhë që njerëzit nuk kishin lek që të flisnin me jashtëtetit, me personat që kishin jashtëtetit. Dhe unë i kam ndihmuar. Unë nuk i kam gjenë nga vetja ime, se në fund ja kam futur shtetit tani. Të kuptoj shumë mirë. E kuptoj shumë mirë çfarë do të thosh. Unë e kam lidhur pa lek, ka folur me jashtëtetit sa herë ka dashur dhe sa herë kishte nevojë. Dhe ti tani të shkosh të pyesësh tjetrën për këtë që unë ti je ndërgjeshme që ta kam bërë unë dhe ajo, unë nuk e di si arriti e bëri atë, sepse dhe ajo mua më ka ardhur kur iku në Itali tek personat që duhet të shkonte dhe pakot që më kanë sjell kanë qenë të parët ata që më kanë sjell. Domethënë ka qenë një marrëdhënie shumë e sinqertë dhe e bërë nga të dy anët. Kështu që s'kishte arsye të pyeste tjetër këtë, kur ishte vetë ndërgjeshme dhe unë nxora një video, domethënë që si mund të pyesësh ti dhe të më të quash mua mos mirënjohëse, kur ti e di çka kam bërë unë për ty. Kjo ka qenë e para. Edhe aty filluan njerëzit sa më shanin, sa më lavdëronin. Është një shprehje. Dhe unë e besoj shumë. Dhe dua ta them. Është pak e rëndë. Mos mirënjohësit janë njerëzit më të poshtër. Dhe nëse ke mundësi sa më larg atyre. Do thënë e kam në përgjithësi. Janë realisht. E thonë dhe unë mendoj që qëndron shumë si fjali. Qëndron jashtëzakonisht shumë. Ishja kur qeshnin ata me gëzimet e tyre. Domethënë ka qenë shumë organike. Nuk e kam bërë për asnjë lloj interesi. Kur ikën këta në fillim fare nëpër Italira e Greqira, ka ardhur Pako e parë mua direkt nga Italia. Direkt motra e këtij personit që bëri këtë zhurmë. Edhe sot e kësaj dite kemi marrëdhënie të shkëlqyera me njerëzit që i kemi ndihmuar dhe na i kanë kthyer. Mirë, ka njerëz që janë të vërtetë nuk ankohen fare për të mbajtur mend edhe mua më kanë bërë Pako nga më kanë ardhur. Vlerat sa mirë, sa mirë. Kjo është një ndër ato. Aty domethënë është pikërisht ajo që ke bërë në një farë mënyre të ka, është kthyer. Shumë herë më shumë. Po, sa mirë, sa mirë. Njerëzit që ikën gjendja e tyre eri gjithmonë duke u përmirësuar, ata tashmë janë rritur, janë martuar personat, e ikën 35 vjet më përpara, më shumë sa i bie. Dhe kanë pasurira, domethënë janë bërë dhe shqyrë. Janë mirë ekonomikisht. Nuk pa kanë nevojë nga ato. Po, e kuptoj. U mërzita shumë në fillim kur më shani. Për komentet negative, dua të di si e ndjer në fillim. Them të drejtën, në fillim jam tronditur. Nuk isha mësuar që të më shanin njerëzit. Jo sharje, po shi të tipit. O plak, qarë do ti që të duhet Instagrami ty, kushta kemi fajni që të paguajmë internetin, sa gjëra, mua më të preronin këtë. Për si mund të flasin këto njerëz për një person që nuk e njohin. Por ajo ishte trendi, do me thënë, ishte bërë kështu. Pa problem fare, shanin njerëzit e biles më thoshin mua në fillim kur unë e ndjenin shqetësimin tim, dhe thoshin, përderisa ke planuar që të dalësh në rrjetet sociale, duhet t'i pranosh. E dëgjoj dhe këtë, duhet t'i pranosh, por i bie të pranoj më të sharat edhe ti themi faleminderit, jo absolutisht jo. Edhe unë kam absolutisht jo. Jo, të lutem. Unë mund të dëgjoj çfarë thuaj ti, por që ti pranoj, harroje. Dhe ka një kufi edhe durimi. E vërtet. Ka kufi. E vërtet. Në fillim, unë po të them mërzitesha shumë. Biles shqetësimi ma ndjenin dhe këta. Edhe më thoshin mua, mbyllë, mos fol me, mos bëj më video, më thonin këta. Në për mua më gërrujnë të problem, të thosha, pse mos të bëj, kur unë as lëndoj njëri, as shaj njëri, do më thënë jam korrekte me veten time. Edukuar, e sjellshme, zëri normal, as i trashe, as i hidhur, si të thuash. Nuk di unë nga këto.
aq më tepër në publik, se për të ditur di, po i përdor në një rreth të ngushtë, kur më jepet edhe situata. Kur krijohet një situatë me një rreth, jemi bashkë për shembull dhe plas pa pritur një sherra, një shamat, aty mund të dalin ndonjë fjalë jo e këndshme, po në publik unë nuk e kam bërë kurrë. Dhe as e bë, asnjëherë. Edhe shumë mirë ke bërë që nuk e ke kam mbyllur. edukatën time. Absolutisht, edhe shumë mirë ke bërë që nuk ke mbyllur rrjetet sociale. Jo, nuk e mbylla, i thash ti nuk mund të mbyllësh rrjetet sociale se janë 100 idiota aty jashtë edhe janë të palumtur. Po, se unë flas, jam shumë realiste. Janë shumë të palumtur me jetën e tyre, shumë të papërmbushur, edhe nuk kanë me çfarë të merren, nuk kanë me çfarë ta mbushin ditën, edhe bëjnë që ditën scrolling aty në internet edhe thotë doli kjo ta shajm këtë, ndërkohë që ajo tjetra e gjykojnë njerëzit, siç e themi nga kopertina, nga jashtë, nga pamja jashtë, më kupton, por kjo nuk duhet të ekzistojë. Pamja jashtë, ata unë kam figura të njohura të shquara. Në kuptimin e do të them që ata kush e ka për zakon, ata nuk lënë njeri pa shar. E vërtet. Shajnë çdo lloj njeriu, madje unë nuk besoj se ekzistojnë njerëz perfekt, por e marr në kuptimin dhe një njeri që mund të duket ama se Zot nuk ka, por që mund të duket disi mirë, edhe atë ja gjejnë, e kupton, diçka që ta prekin, ta godasin, prandaj unë i them që këtyre komente ka bërë shumë mirë, lër të shkruajnë, po ti ke përgjigje, ti ke shumë të ëmbla, shumë të zgjuara, se unë të kam ndjekur realisht. Është vërtet. I ke shumë filozofike, edhe psikologjike, edhe vërtet komente që ja vlejnë. Nuk kam thënë kjo grua është një shkrimtare, po ti më tregove që punat ka bërë me njerëzit. Nga 100 komente për shembull që mund të bënin negative, tani është përmbysur raporti, një i keq dhe 100 të mirë. Po. Domethënë vetëm nga ajo që mënyra se si ju jam kthyer, i ka detyruar njerëzit që të Dana, unë kam parë një ndër videot që ti emocionuar, por para se të kjo video që të emocionoheshe, ke treguar tek një video që po shkoje me një veshje që është e zakonshme, tek një ngushëllim. Nuk ishte ngushëllim edhe sqarova, ishte qok. Qok, më fal, qok, por që njerëzit e morën, domethënë, filluan dhe të mësonin. Edhe ti ju përgjigj shumë bukur, kujton se unë nuk i di këto, edhe shumë mirë i ke thënë. Ja, është vërtet. Edhe pastaj pash disa komente që thosh, momentin tënd që ishte shumë emocional, që ishte një arsye që nuk i vishje. Nuk vesh rroba të zeza. Unë për shembull mami im thotë gjithmonë mos i mbaj rrobat të zeza, se të shkojnë më shumë ngjyrat, po unë i kam qejf, më duket shumë elegante, shumë klasike, shumë. Ti e mban për qejf se për shumë lavdi Zotit dhe shqyr që nuk e lënduar. Po ato që kemi hequr ne si familje, mamas time i kanë vdekur vëllezërit e rinj, dy, njëri mbas tjetrit, iku nëna, iku gjyshi, nuset e dajave, dajat vetë të gjithë. Jeni lënduar. Dhe që i vuri kapakun, iku babi, 3 vjet më vonë, iku dhe kjo motra 36 vjeçe, o babi i thoshte kështu, i thoshte mamas që të lutem mos mbaj shami të zezi, thoshte se shiko vdekjet po të kapi njëra mbas tjetrës. Është një amanet, domethënë që dhe babi tha që juve nuk do mbani të zeza kur unë të iki. Po, dhe neve kemi mbajtur vetëm një vit. Po, aq domethënë sa ishte edhe një adeti, domethënë sa duhej bërë. Iku motra, vetëm unë e kam mbajtur 4 vjet dhe motrat e tjera edhe ato na një vit e mbajtën edhe për motrën. Unë e kam mbajtur 4 vjet. Ka njerëz që mendojnë që veshja e personifikon dikë ose dhimbjen e të gjitha. Por unë them që më shumë është ajo që si ndihesh edhe sa e kujton. Edhe sa e kujton. Për mua kjo ka rëndësi, fakti që ti e kujton, edhe jo te veshja. Ti doja të rria te komente që njerëzit, domethënë më një herë mbas kësaj ndryshuan. Ktu e kisha te komente, domethënë që fillon të ndryshonin. Normal që do ndryshonin se ka edhe persona të madje disa të kishin kërkuar dhe falje dhe ndjesë, domethënë ti bëre njerëzit që ato i bëre njerëzit që të kuptonin që ata ishin gabim. Edhe kjo është shumë për të vlerësuar. Ka shumë, kjo vazhdon. Dhe ka shumë vlerë. Një mesazh për zonjat që na ndjekin dhe që janë parafërsisht në moshën tënde, çfarë do t'ju thojë, edhe jo vetëm atyre. Në fund. Me thënë të vërtetën, një keqardhje të madhe kam për bashkëmoshataret e mia, të cilat edhe ato pa pik problemi
Nuk shkruajnë, e kanë gojën e hidhur. E ke ndirë këtë në komente? Po, sigurisht, fjalët e tyre janë të hidhura, pavarësisht se nuk dua ti lësoj. Ti cek, po. Edhe ashtu. Po habitem se kur më shtyn ndonjë kurioziteti për t'i parë profilin. Po vjen keq zonjë dashur, po ti nuk je më mirë se mua. Them me veten time se asaj nuk kam si ti them, e kupton se thash, në publik nuk i them dot gjërat ashtu siç duhet dhe siç i ndjej. E kam një farë tërheqje, domethënë nuk mund ta bëj dot atë. Por nuk dua që nuk më pëlqen që gratë, sidomos gratë, të kenë atë gojën e hidhur, atë fjalën e vrazhd. Që e keqja të vi nga gratë, nuk duam, se ne jemi gra vetë dhe nuk duam që të vi nga ato e keqja. Shumë keqardhje për gratë e tilla. Dhe them kështu, nëse çdo njeri, po sidomos femra për femra, një fjalë ngrohtë, një fjalë e ëmbël, ja shton jetën tjetrës. Absolutisht. Ja shton, ja zbukuron në mos jetën ditën, atë ditë domethënë që ti i shkruan. E vërtet. Edhe ajo ngelet, ajo të bën përshtypje, një fjalë e mirë të bën përshtypje, të lëmbres. Aq më tepër kur është person me arsye, me logjik. Dhe jo, hajde fol ti në rrjetet sociale se po dole këtu do t'i pranosh të gjitha. No. E vërtet, ka kufi çdo gjë. Çdo gjë është mas. Nuk e kam planuar. Nuk e kam planuar dhe sa kam mundur me atë. Dhe një mesazh për ato, domethënë, që të bëhen. Ka mundësi njerëzit për të përmirësuar. Unë besoj. Sigurisht, unë ndora video. Që ka mundësi njerëzit për të përmirësuar, të bëhen më të mirë, jenë më të kujdesshëm herën tjetër. Jo vetëm në rastin tënd, por në shumë raste të tjera. Edhe me të rinjt, edhe me çdo lloj kategorie moshe. Të rinjt janë për të qarë hallin, shumë e dhimbshme për ata. Goca të reja, simpatike, edhe flasin keq, nuk mund ta imagjinoj dot të flasin një femër me llafe të pista. Nuk i dallon dot tani çfarë është djalë apo është gocë. Ashtu flasin. Është keqardhje. Më vjen shumë keq edhe turp më vjen një herë. Unë me një herë o i heq, o i fshi, nuk i lexoj dot. Është shumë e frikshme. Adriana, shumë faleminderit për këtë intervistë. Dua të them që jam kënaqur jashtëzakonisht shumë dhe i gjitha i mendimi im që kisha për ty më rezultoi i vërtet. Dhe më rezultoi fiks siç unë e mendova. Shumë faleminderit që më mirëprite në shtëpinë tënde. Shumë e veçantë për mua. Jo shqiptari, por me skrapalin kështu jeni. E bujarin, mik pritjen. Rakis a doni raki? Raki s'pim. Nuk pini apo? Ore s'pim! Po e kemi aty. Të përqafoj njerë dhe e pim pasi ta mbyllim këtë. Ta shkoj ta marrë që ta shikosh edhe rakin këtu. Që ta shikojnë që të kam dhe raki. Do ta mbyllim në fund me një raki. Edhe pastaj duhet e mirupafshim. Jana Piskrapari. O moje ti soroka dhe malit. Sa bukur. Sa këndon bukur. Burit ja busha shumë. O shpirt të florin. Se ditë gjithë o vlati. Po të këndon dule malindje përshëndesim. Dule malindje. E përshëndesim. E kemi nga fshati. Ma mbush e plot, po unë qik do pi. No, ati unë mbush më shumë. Gëzuar, shëndet e jetë dhe falemderit me gjithë zemër. Shumë falemderit. Jam kënaqur jashtëzakonisht shumë sot. Hajde ta pim. Shpresoj ti jesh me të vërtetë. 1, 2, 3. Të bëftë mirë. Hajde gëzuar. Mirë me. Po që thua ti? Gëzuar dhe shihemi në një intervistë tjetër dhe shijojeni intervistën e mrekullueshme që kemi realizuar me zonjën Adriana. Më zurim duket.